kuptu dhe me analizu mirë çka po i ndodh Kosovës, jo në 9 muajt e fundit, se kretari shef pak ka fat shkurt, nështë ta i shefesh 9 muaj, po ata që kanë mri me analizu politikën e Kosovës prej 2021 e tutje, kush ka dit me analizu e ka dit që Albin Kurti nuk është një person as një lëvizje që vjen aksidentalisht edhe që ka me ra vetë, veç leje me qeveris ose veç leja qeveri ndorë dhe a i ka me ra vetë. Kushdo që e ka analizu ngjarjen që ka ndodhur në 2021 si një ardhje të një pushteti autoritar dhe si një ardhje të një pushteti që nuk ka me ik let, e ka kuptu që përkundër rënjeve të përkohshme që i ka pas për shembull në zgjedhjet e shkurtit, nuk është duke ra si pushtet. Dhe për këtë analizë është mjaftu veç nëse e këshyr historikisht dhe në gjendjen aktuale se çka ndodh me krejt pushtetet autoritare gjithka në përbot që i ki sot. Pa përjashtim thuaj se secila prej tyne në mandatin e tyne, domethënë pas mandatit tyne të parë e kanë pas një ramje të lehtë dhe pastaj e kanë pas një kthim hala më të fuqishëm me njëherë pas asaj ramje të lehtë. Kjo ka ndodhur gjithkund. Nuk ka ndodhur, nuk është hera e parë veç në Kosovë. Çka ka ndodhur në Kosovë që e ka pamundsu me kuptu gjithë na se çka po i vjen Kosovës, me kuptu gjithë e kom fjalën për ma shumë për elektoratin opozitar dhe për njerëzit që nuk janë pajtu me Albin Kurtin, është fakti që këtu paralelisht me ardhen e Kurtit është ndërtu një iluzion që Kurti është diçka e përkohshme, që Kurtin opozita ndaj Kurtit duhet me konë opozitë që veç e len atë me qeverisë edhe populli vetë ka me pas se çfarë pushteti është Kurti, dhe tjetra që ka ndodhur po ashtu është, dhe ky iluzion është ndërtu ndër të tjera edhe për shkak që vetë opozita parlamentare në Kosovë, duke përfshi pastaj edhe njerëzit që kanë folën e emërcoj në studio televizive, e kanë përqafu vetë doktrinën e Kurtit, edhe jo doktrinën, ma shumë thonë diskursin e Kurtit, rrjedhimisht janë konë komplet të pafuqishëm me shkaktu çfarë do lloj ndryshimi ose çfarë do lloj vetëdijësimi të njerëzve mbi atë që po vjen. Për mja u përshkru këtë situatë, pra na e kemi pas gjatë gjithë kësaj kohe një opozitë e cila në fillim ka thonë Kurtin kanë merzu Amerikanë, kështu që s'kena nevojë na me bo kur gjë, se ky ka më prish me Amerikën, edhe Amerika ka merzu, ka më na kry punën neve. Sa një dytë kanë thonë na veç duhet mu reformu. Pra kanë ra nën shantazhin e Kurtit që ju jeni hajna, ju duhet mu reformu, rrjedhimisht ata kanë thonë na veç duhet mu reformu, edhe që shtu kina mi u pëlqy votuzve që na kanë ik, edhe ata kanë me u kthy te na. U reformun, i ndrun disa kryetar, një parti ndroj 2 a 3, një parti ndroj 1, 2, nuk ka rëndësi, po më rëndësi është që fillun me përhap iluzionin që Kurti prarzohet vetëm nëse na e lojmë qeverisë dhe i ndrojmë disa personalitete. Kjo nuk ndodhi për shkak se ishte analizë gabume. Kjo nuk ndodhi për shkak se Kurti nuk ka mujt, as nuk ka me mujt kur me undru nëse opozita ose qaj që i bën karshillëk që thojmë, nuk ka ide politike, po ka veç që si lloj strategjie e taktike që me një personalitet tjetër ose me një strategjia taktik tjetër rrëzojnë. Nëse ti nuk ki ide politike, që është të i bo kushtimisht me thonë konkurencë ose rezistencë ides politike të Kurtit, nuk ki qysh me rrëzu Kurtin, se na mund t'i nënvlerësojmë po qytetarët edhe populli budall nuk janë. Ata shohin kush po ka ide politike. Dhe na e kena